Po s'po jetën fare, nuk ka shqiti, s'ka treg. Po dhe unë të vinë, marrin këtu, thonë me 100 lek, thonë me 3 lek. Juve keni mbjell, sa është sipërfaqja? Në ndëllym. Në ndëllym. Po. Më shumë sipërfaqe të mbjellën në Bosan ka patur vjet apo si vjet? Edhe vjet pati, edhe si vjet ka, po si zenje është më i dobët si vjet, po nuk ka treg. Me sa është shitur vjet dhe me sa po shitet si vjet? Si vjet po shitesh në poshtë si vjet. Është në poshtë si vjet. Vjet u nis me 250, edhe ne mbaroj me 100 për shembull. Sipas jush, sipas fermerëve që mbjellën Bosan, cili është shkaku si vjet që s'ka shitje? Ka të bëjë fara, bima? Jo, hiqe, janë këto pikat e grumbullimit, prishin punë të thellë. Këto pikat e grumbullimit e marrin lirë, domethënë e kërkojnë me 3 lek, jo të paguash punëtorin, jo transporti, nuk ngel asgjë për. Si vjet është pak më e vogël nga e vjetshmja, po sharqiri është 0 në çmim valla. Vin tregtar tallën që andeja thon 100 lek. Kur sharqiri është sharqi fushë, sharqi bio. Sharqi pa shartesë, pa asgjë, kallmi mban rekorde valla për sharqi të mirë. Ata vinë thon 100 lek sharqiri. Çfarë 100 lek sharqiri valla? Ka 100 lek sharqiri, ai 120 lek i ka shpenzime. Ka shitje si vjet? Shumë e dobët valla. Shumë e dobët, kanë iku njerëzit kanë bërë. Nuk hahet me. Sa ti vitesh këtu që Ka 3 vite rresht që është 0 fare. 3 vite që nuk po majmë dot lekët tona valla. Pronojmë, bëjmë, nuk po majmë dot valla. Të lahet pak haku jon. subvencione për plerat kimike? Jo, na than do japin s'na e dhan. Më tha unë kam mbjell 4 hektar sharqi valla. Nëse vazhdon kjo situatë, do ta mbyllim? Po ne pranë piramid kemi 3 vite piramid valla. 3 vite piramid. Hidh prap. Ço të bëjmë tash ne? Hajde, më thuaj ti mua, shteti si jep lek. Është reduktuar. Nuk është mirë me ajo, se nga çmimet, nga gjitha, nga farat, nga gjitha anët. Kur themi nga të gjitha anët, çfarë përfshin? Subvencionet? Po subvencionet s'ka, plerat janë rritur. Gjitha këto. Nafta s'ka subvencion, çe marrim? Me sa është shitur vjet kilja e Bostanit dhe me sa është Vjet. Vjet filloi me 220 ajo, me 250. Si vjet me 150 filloi. Tash i ka vajtë me 103 lek, me 100 lek. Ka shitje si vjet? Nuk ka tregje. Ja, si që shikon ja. Ky i okli s'ka. Ma unë s'ka. Tër pak putri kanë këta, ja, gjitha janë këtu. Njëjtë të gjesh, po nuk kemi ku ta çojmë. S'ka treg. S'ka treg? S'ka treg, munges shumë e dobët. Me sa është shitur vjet kilogrami i Po, Bosanit dhe me sa po shitet si vjet? Po ben 4 vjet zere se pa lek. Na vetë shpenzimi për një dulym 1.200.000 dhe fitimi që marrim pasaj xhirova që bëhet vetë 300.000 lek të vjetra. Ti ke mbjell Bosan si vjet? Po, kam. Sa e ke sipërfaqe që ke mbjell? 4 dulym. 4 dulym. Po. Po çu keni marrë subvencione për plerat kimike për As bet fjalë fare, unë biles kam bërë letrat për naftë vit për vit, as telefon kanë marrë asnjë, as nuk do ta di njëri.